Pasi ka ndodhur kur e kam lexuar që shkruan edhe Kur'an si lloj fenomeni që ndodh. Verës unë kam parë reflektimin tim në sytë e dikujt tjetër. Dhe që në atë moment jeta ime ka ndryshuar shumë për së jam pastruar shumë gjëra në jetën time, jo se pa tjetër kanë qenë gjëra të këqija, po gjëra që mua nuk më takojnë. Rruga ime ka shkuar drejt një destinimi në destinimin e Albës. Dhe po ashtu kam ndjer edhe një lloj fuqie, jo për me konsideru veten shumë të fuqishme kundrejt të tjerëve, por fuqia e balancës dhe njëkohësisht e të qenit e barabartë në mes të barabartëve. Dhe nuk di si ta shpresoj shumë, janë shumë gjëra për të thënë. E kuptoj. Vetëm e di që ndjen një lloj balance e cila shprehet në aspekt sipërfaqësor në një lumturi shumë të lartë. Alba. Dhe ndjej veten që kam nis realisht një rrugtim të asaj që Alba është.